Mjeku jep urdhër, mos bëni dush më shumë se 20 minuta, ja pasoja që mund të keni. Ndoshta ju nuk e keni ditur, por ju nuk duhet të qëndroni shumë gjatë në dush, pasi ky veprim mundet që të ketë pasoja të rënda për shëndetin, edhe pse mund të duket si diçka krejt normale që ne të bëjmë dush. Sipas dermatologëve, dushi nuk duhet të zgjas më shumë se 20 minuta, përndryshe lëkura juaj do të thahet shumë. Përveç kësaj, edhe vajrat natyral të cilat janë të prodhuara nga gjëndrat tuaja dhjamore e mbajnë lëkurën e hidratuar. Mirë po në fakt, bërja një dushi të gjatë mundet që ta heqë këtë mburojtë të dobishme për lëkurën tuaj, prandaj ju duhet të jeni të kujdesshëm me veprimet që zgjidhni të bëni. Ashtu si edhe veprimi i të bërit dushit, cili duket një veprim kaq i thjeshtë por me gabime të mëdha.